Përshëndetje miq dhe mirë se riktheheni në kanalin tim të YouTube. Sot jemi me një format pak ndryshe, sepse siç e shikoni jemi në ambient të hapur, për arsye se do të flasim për benefitet shëndetësore që ka shetika nga bregu i Turit. Është për t'u habitur se si shpesh gjërat më të thjeshta të jetës i lëmë vlerësoj, ndërkohë janë ato që kanë benefite më të mëdha për shëndetin tonë fizik, mendor dhe emocional. Do ta fillojmë informacionin më të thjeshtë që pak a shumë të gjithë e ditë, ka të bëjë me faktin që ajri në bregun e detit është i pasur me jod. Jodi është një mineral i cili përmirëson ndjeshëm funksionimin e tiroides. Dhe tiroidja nga ana e saj është përgjegjëse për prodhimin e njësor hormonësh që rregullojnë funksionimin e njësor organësh të trupit tonë. Me pak fjalë, ekspozimi ndaj jodit do të përmirësojë funksionin e organizmit tonë, përveç faktit që do të përmirësojë shumë edhe procesin e frymëmarrjes, duke pasur mushkëri dhe duke forcuar dhe më tej sistemin imunitar. Gjithashtu, nëse jemi me fat dhe është ditë me diell si sot, do të kemi edhe prodhimin e më tepër vitamine D, e cila do të përmirësojë shumë sistemin tonë imunitar dhe do të përmirësojë shëndetin tonë emocional, për arsye se ekspozimi ndaj vitaminës D do të nxjisë prodhimin e serotoninës, që njihet ndryshe edhe si hormoni i lumturisë. Pra, na bën më të gëzuar. Përveç faktit që do të nxjisë gjithashtu edhe prodhimin e melatoninës, që është gjithashtu një hormon shumë i rëndësishëm që rregullon ciklin e gjumit, përmirëson e gjumit dhe sigurisht që një gjumë i mirë kemi thënë që ka benefite për shëndetin tonë fizik, mendor dhe emocional dhe në video të tjerë. Sigurisht që benefiti tjetër ka të bëjë me faktin se në fund të ditës jemi duke dalë për ecje dhe kjo shoqërohet me djegën e kalorive të tepërta. Dhe nëse jeni edhe ju pak si unë, do të ecni pak edhe më shumë se sa zakonisht, sepse na lezeton pak ky dielli, ky deti dhe sigurisht që do të djegim më tepër kalori. Dhe sigurisht që shëndeti jonë emocional, mendor, do të ndikohet ndjeshëm për arsye se ekspozimi ndaj ngjyrës blu do të ketë një efekt të relaksues për mendjen tonë dhe valët e detit kanë një tingull që sinqerisht të përmirëson ndjeshëm dhe gjendjen tonë emocionale. Mbase është pak shpejt dhe temperaturat nuk janë akoma të përshtatshme, por në rast se do të futeshim gjithashtu në ujin e detit, do të përfitonim nga mineralet që kanë efekt detoksikues për të largimit të toksinave dhe përmirësimit të lëkurës tonë. Dhe rëra vetë, të paktën ne që kemi fatin që të kemi edhe bregdetin me rër, do të ketë efektin e një skrabi natyral apo një eksfolianti i cili do të pastrojë porët e lëkurës, duke i dhënë një pamje më të shëndetshme, do të largojë qelizat e vdekur. Pra më pak fjalë shërben si një skrap natyral dhe do t'i japi lëkurës një tjetër shkëlqim. Përveç faktit që kur rëra është edhe më e nxehtë, do të ketë edhe benefite për qetësimin e dhimbjeve të trupit për shkak edhe të gjendjeve siç mund të jetë për shembull dhe artriti. Dhe kjo ishte videoja për sot, një video e shkurtër dhe e shpejtë ku disa nga benefitet që ka ekspozimi ndaj natyrës. Përgjithsisht në fakt ekspozimi ndaj ambienteve të jashtme në natyrë do të ketë ndikim pozitiv në shëndetin tonë fizik, mendor dhe emocional. Por unë sot zella detin duke qenë se jam pak më dashuruar me të sesa me aspektet tjera të natyrës, jam shumë e lidhur pra me detin. Nëse video ju ka pëlqyer, mund ta bëni like dhe ta ndani atë me miqtë tuaj dhe si në çdo video tjetër, ju ftoj që të bëni subscribe apo të abonoheni në kanalin tim në mënyrë që të mos humbisni asnjë video. Vazhdo të shihemi javën e ardhshme dhe deri atëherë ju uroj të gjithëve shëndet. Unë po vijoj me shëtitjen time nga bregu i detit. Mirupafshim.